Shkruan Ylli Pata. Edi Rama arriti të kthehet në një lajm në samitin e Washingtonit ku me prezencën e Trumpit, egos dhe dëshirës së pafund për sajdisje është një e përpjet e madhe. Me fjalën e tij ku sulmoi Jack Smith dhe foli për Hashim Thacin duke thënë fjalën turp për ata që e mbështesin gjykatën speciale, që si janë gjë tjetër veç se vendet e mëdha të BE-s, sipas të gjitha gjasave ka prekur një mim politike. Një mim politike e cila do të shpërthejë sipas të gjitha gjasave së afërm, qoftë me një reagim apo edhe me ndonjë veprim nga ato që kanë rrudhur buzët nga ky karshillok politik. Megjithatë ka shumë gjasa që këtë kryeministri shqiptar ta ketë llogaritur, pasi gjasat e synimit të asaj që bëri nuk është thjesht emotive, por me një logjik të pastër politike, e cila synon jo thjesht një afrim më të rëndësishëm me kupolën e shtëpisë së bardhë, gjë që duke parë atë që ndodhi e ka arritur, por një aksion të ndërlidhur me këtë aleancë të re, e cila e shikon Shqipërinë edhe pse vend i vogël me një rol në Gaza, duke parë që është edhe me shumicë muslimane. Pjesëmarrja me trupat policore, por protagonizmi i Tony Blair e Jared Kushner nuk janë gjë tjetër veç se puzzle të një zinxhiri që përveç se politik synohet të jetë investimesh, qoftë në fushën e turizmit, por edhe më tej ku Shqipëria mund të kthehet edhe në një hub logjistik i asaj që pritet të ndodhë në lindjen e mesme, ku miliardat që do të investohen janë të lidhur me miliardat të tjerë që kërkojnë konektivitet, shërbime dhe mbi të gjitha investime. A do të ketë pasoja politike kjo që bëri Rama në sallonet e Brukselit apo kancelarit e mëdha europiane? Kjo duhet parë, sipas të gjitha gjasave, kjo do të shikohet shumë shpejt se si do të lëvizin gjërat. Nga ana tjetër, në politikën e brendshme, samiti i Washingtonit është një ujë i ftohtë për kokën e dalldisur të opozitave që ëndërronin se Edi Ramon do ta shkarkonte inati apo fytyra e rëndë e Suzy Wiles, shefe së kabinetit të Trump, për të cilën kanë 6 muaj që shkruajnë se ka përzënë 3 herë Edi Ramon me shkop nga samitet kur kryeministri shqiptar ka dashur të takojë Donald Trumpin. Ajo që ndodhi sot e kthen situatën në real politik për opozitën në mënyrë që të diskutojnë me këmbë në tokë, ose ta kritikojnë Ramon se ka injoruar apo i bën karshillok BE-s, ose të mbajnë një qëndrim normal e të kthehen në logjikën reale të gjërave. Sa për Latifin e non gratën, duket se janë të përfunduara tashmë.